Ju lusë për mirë kuptim se më duhet me udhëtu për një qytet tjetër e jam pak me valesë. Veç për këtë që zëmë nga të regu presidente pëse se keni emru 2 nga PDK-ja. Për shkak se janë kërku 3 nga vetëvendosja janë emru vetëm 2, janë kërku 2 nga PDK-ja është emruar 1, për shkak se ka më shumë propozime se sa që i lejon kushtetuta. Dhe me qenë se kjo çështje deri tani nuk është sqaruar nga gjykata kushtetuese, kam kërkuar që ta sqaroj atë, mirë, po ky rast është ngritur mbi një bazë tjetër ligjore, jo mbi të njëjtën që është ngritur në raste të mëparshme qoftë nga ish presidenti Thaçi, qoftë nga ana ime, se kjo çështje ka qenë e paqartë përgjatë viteve për secilin president në fakt, dhe shpresoj që më në fund gjykata ta sqarojnë. Momentin që sqarohet, vijohet me emrime. Jo, faleminderit. Jo, nuk e ka sqaruar fare, pra nuk ka marrë vendim, sepse është jo, në fakt atëherë gjykata, me qenë se ne kemi ngritur lëndën mbi bazën e nenit 84.9, pra kemi dërguar kërkesë për sqarim, ka thënë që nuk mund të bëj sqarim me shkaku një standardi të ri që e ka ndërtuar gjykata, ndërkaq tani e kemi ngritur rastin mbi një bazë tjetër kushtetuese, pra nenin 113 të kushtetutës, dhe shpresoj shumë që gjykata do ta jap përgjigjen. Pra nuk është që vetëm një antar i PDK-s nuk është emruar, edhe një i VV-s nuk është emruar, nëse i shohim propozimet e tyre, dhe meqense se aty është veç një vend, nuk i zën 2, duhet me pyet gjykatën se si të veprohet tutje. Faleminderit shumë. Mirë.